Forcave të armatosura u janë shtuar edhe 6 ushtarak me grada të larta. Me dekret të presidentit të Republikës, njëri është komandant i përgjithshëm i forcave të armatosura dhe propozim të ministrit të mbrojtjes General Brigade Ferdinand Dimo dhe Petri Çuni, tashmë do të mbajnë gradën general major, kundër admirali Adnan Agasra do të mbajë gradën nën admiral, ndërsa kolonelët Ardian Lilo, Vehbie Kutje e Hamdi Doda do të mbajnë gradën madhore general brigade. I pranishëm në ceremoninë e zhvilluar për këtë rast në Ministrinë e Mbrojtjes ishte ministri Piro Vengu, i cili ka vlerësuar kontributet e gjithë secilit prej ushtarakëve dhe theksoi nevojën që kanë forcat armatosura për investime në kapacitete njerëzore përballë sfidave të kohës. Shqipëria ka gjithmonë nevojë për general, sepse forcat armatosura thirren për herë më shumë në misione të gjithanshme dhe përpasoj qoftë në komponentin ushtarak, qoftë në komponentin civil, duhet jemi në lartësinë e misioneve dhe nuk ka më mirë se sa ushtarak me eksperiencë, me përvojë, me profesionalizëm, që të përballen me këto sfida. Kemi kësaj radhe, siç e thash, 6 vetë që marrin gradën. Kemi, besoj unë, tashmë një piramidë të konsoliduar drejtuesish në forcat armatosura. Vengu ndër të tjera ka thënë se ka një piramidë të konsoliduar drejtuesish në forcat armatosura. Kushtet ku mbi 1000 vetë çdo vit synojnë të bëjnë pjesë e Akademisë Forcave Armatosura, besoj se nuk ka sinjal më të mirë që tregon pritshmërinë edhe të popullit tonë, të gjithë shqiptarëve, të gjithë të rinjve shqiptarë në fakt që e shohin këtë profesion tashmë jo si një profesion dytësor, po si një karrierë ku edhe mund të kontribuojnë, edhe të kenë dhe qartësinë e një misioni të veçantë të posaçëm me të gjitha benefitet që ky status jep. Pjesë e ceremonisë së gradimit të drejtuesve të lartë ishte edhe shefi i shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura Arben Kingji, si dhe familjar të gjeneralëve të rinj.